Në bibliotekën e famullis Zoja Shkodrës u zhvillua veprimtaria kulturore Antikuariate Kristale me autor Gjergj Marenën, e cila solli në vëmendje vlerat e kujtesës dhe trashëgimisë kombëtare shqiptare. Në qendër të aktivitetit ishte referimi i Gjergj Marenës me temë kujtesa kombëtare shqiptare në tregjet antikuarëve italian, duke trajtuar praninë dhe vlerën e objekteve që lidhen me historinë dhe kulturën shqiptare në tregjet e antikuarëve jashtë vendit. Janë dy pjesë që lidhen njëna me tjetrën pasgjithmërisht, sepse si antikuariat, si për të kërkuar antikuariatit, ata nuk ndodhin qiell të hapun, por duhet i kërkosh gjithkund. Po ashtu edhe kristalet nuk ndodhin qiell të hapun, por duhet gërmosh në tokë, ti gjensh, ti përpunosh dhe ti nxjerrësh që të shpërndajnë dritën e tyre. Pjesë e programit ishte edhe referimi Kristale nga Zia Vuka. Kushdo që ndihmon legërsinë dhe ardhet pra ajo është hero, sidomos sot. Sidomos në këto kohë që gjithë secili prej nesh e din se sa të vështirë ka çdo artist ose çdo punëtor kulturët për të marrë në fushën e vet. Aktiviteti u ndërthur me poezi të interpretuara nga Merita Smaja. Takimi vijoi me pyetje dhe diskutime mes të pranishmëve, duke krijuar një hapësirë bashkëbisedimi rreth ruajtjes, njohjes dhe promovimit të trashëgimisë kulturore shqiptare.